Në domenin e punës të Prokurorisë Speciale të Kosovës është edhe gjurmimi i informacionit inteligjente për mbetjet mortore të viktimave të luftës së fundit. Një deklaratë dhënë nga një dëshmitar i cili gjatë një hetimi penal kishte treguar një detaj interesant. Ai gjatë rrëfimit për një ngjarje të krimeve të luftës kishte ofruar një informacion i cili është i rëndësishëm për hetimin e varreve apo zona ku dyshohet se ishin varrosur viktimat. Të dhënat nga dosja e hetimit tregojnë se dëshmitari ishte intervistuar në procesin për krimet e luftës në masakrën e Dubravës, ndërsa një pjesë e deklaratës së tij po përdoret për të hetuar zona të dyshimta ku mund të jenë varrosur viktimat. Jemi të shkuar në drejtim të komunës së Stogut, më saktë në afërsi të burgut Dubravës, në të cilën sipas informacioneve të para që kemi marrë gjatë trajtimit të rastit të Dubravës, kemi has në disa dëshmitarë që na tregojnë se pas përfundimit të luftës në atë lokacion e kanë has një trup të pajet, të cilin e kanë varros në atë hapësirë dhe nga dhonat tona që i kemi gjërmu në gjitha regjistrat dhe dhonat që i kemi trashëguar nga unë Miku e Oleksi, pashtu edhe në bashkëpunim me Komisionin Qeveritar për Persona të Zgjuar dhe Institutin e Mjekësisë Ligjore, në atë pikë koordinative nuk kemi has dhona ose dëshmi që është ekshumuar dhe është nxjerrë ndonjë trup ose nxjerrë mbetje shtrore nga ai lokacion. Dhe për këtë arsye, sot së bashku me ekipet e Mjekësisë Ligjore dhe Komisionit Qeveritar për Persona të Zgjuar, po Prokurorisë Speciale në autoritetin e cilit janë ndërmarrë gjitha këto veprime hetimore, jemi duke shku në atë lokacion për të ekshumuar, vlerësuar dhe për të parë se a kemi dojnë me mbetje shtrore në atë lokacion apo jo. Në situata kur ka informacionet e tilla, nis zhvillimi i procedurave ligjore. Deklarata e dëshmitarit shndrohet në një kërkesë për prokurorinë. Sipas procedurave të kodit penal, prokurori kërkon gjykatës lëshimin e një udhërese për ekzaminimin e zonës së dyshimt. E shkruar në letër, deklarata nis të ekzaminohet në teren me njëherë pasi Departamenti Special i Gjykatës së Prishtinës urdhëron ekzaminimin. Hetuesit, dëshmitari dhe prokurori dalin në vendin e ngjarjes për të zhvilluar operacionin. Me drejtorin e burgut jam në kontakt në NSP. Është disia krim teknikës, të ka me bëjë skicimin, fotografimin dhe evidentimin e vendit ngjarjes. Është kompania e Oleksi, edhe kompania punkryese Komisionit Qeveritarëve që janë rrugës të orë. Po, ata janë rrugës të orë. Dëshmitari në deklaratën e tij kishte përmendur se kishte njoftuar në atë kohë disa ushtarë të KFOR-it për prezencën e trupit, por kur ishte kthyer, trupi ishte aty. Thotë që e kanë njoftu autoritetet e KFOR-it. Kanë ardhur bashkë me KFOR-in, kemi shku, i kemi dërguar në atë lokacion ekipet e KFOR-it, e kanë pa trupin, thotë, edhe na kanë thonë që në rregull, ju e keni kryer punën dhe vazhdoni. Mas 2 ose 3 ditë do të jemi kthyer, thotë, në ditën lokacion, thotë, prapë kemi has atë kufon për midhe, dhe thotë kemi marrë, thotë, me 2 çoban të 3 që kanë qenë kanë ndihmu dhe kemi varrosur këtë lokacion. Në cilin lokacion sot jemi duke shku dhe e përshkruar me saktësi se ku e kanë varrosur atë trup. Hetuesit e Departamentit të Krimeve të Luftës së Policisë së Kosovës dhe Prokuroria Speciale nisin ekzaminimin në një zonë të dyshuar për mbetje mortore. Dëshmitari ftohet në vendin e ngjarjes për të përcaktuar zonën ku do të gjurmohet për mbetje. Derisa dëshmitari ishte duke rrëfyer dëshminë e tij para prokurorit, hetuesit policor duhet të grumbullojnë prova të rëndësishme. Ata fotografojnë zonën, konstatojnë lokacionin me GPS dhe marrin pamje edhe nga droni. Këto janë të dhënat të cilat përdoren në fazë të tjera të procedurës. Pasi është dëgjuar dëshmitari dhe ekipet e mekanizmit shtetëror kanë arritur në vendin e ngjarjes, prokurori Morina urdhëron nisjen e gërmimeve në një perimetër më të gjerë se sa kishte treguar dëshmitari. Për momentin jemi fokusuar në një hapësirë prej 1 ore. Po, me qenë se informacioni nuk është korrekt, atëherë i bën që ne duhet të mëzëru perimetrin.
Më ndodhë që del më shumë se sa ajo perimetër që kemi parashiku, edhe duke marrë parasysh që informacionet janë jo kompleta në varësisht për pozicionit të viktimës, gjurmimi mund me zëru këtë parametri. E dyta, nëse informacioni është që viktima ka qenë i vendosur në një qesë nailoni, e vjen që gjasat reale që me qenë i prezervuar, edhe pas kaq shumë kohë janë të mundshme. Kështu që është mirë që kemi filluar këtë proces, ta shohim cilat janë rezultatet që dalin nga gërmimet. Në Dubrava do të gërmohet në 3 lokacione. Nga Instituti i Mjekësisë Ligjore tregojnë se kjo është njëra nga 3 pikat që kanë urdhëresë për të gërmuar. Kjo në bazë të urdhëresës që kemi prej Departamentit Special të Gjykatës të Mellorit në Prishtinë është njëra nga 3 pikat në cilat dyshohet se mund të ketë mbetje mortore të një individi. Sot pra si shpesheni jemi në pikën e parë ku i kemi bërë disa kanale testuese, edhe deri me tani nuk kemi hasur në ndonjë gjurmë të mbetjeve njerëzore. Tani jemi në përfundim të kanalit të fundit, ne do të vazhdojmë një ditë tjetër ku do të testojmë edhe 2 pika tjera të cilat i kemi në urdhëresë. Nga ky gërmim, por edhe nga 2 gërmimet e tjera brenda rrethojës së jashtme të burgut të Dubravës, është mundësuar mbyllja e edhe një dyshimi se aty mund të ketë mbetje shtrore nga lufta e fundit në Kosovë.